Është koha për luajën. Besoj GPS-it, mundësuar nga rental.al. Për këtë sfidë ju duhet të ndaheni në çifte dhe njëri prej jush duhet të jetë shoferi, ndërsa partneri do të jetë GPS-i. Shoferi do të jetë me sytë e mbyllur. Detyra e GPS-it pra pasagjerit do të jetë të orientoj partnerin vetëm me zë. Dyshen që përfundon sfidën në kohën më të shpejtë e pret një surprizë e cila do të zbulohet nesër në spektakël. Dhe mor Gjon o bish. Kthej tani, eci çik drejt, kthej drejt, kthej nga unë. Krejt. Okej, drejtoje pak. Në avash, jo për herë. Majde atës, majde pak. Mere fort edhe hez. Mere fort. Mos të tek nga ana ime. Djaltas. Ec më hapa, ec të më, ec. Ashtu, drejt, jo, djaltas, drejt prap, djaltas. Ec, kthej majtas. Maj çik majtas. Djaltas. Drejt është. Tani drejt, cet, nga ana ime. Ka mon, këtu pritë që mori, maro. Fort. Mos e jam deri në fund. Drejt, hada krau, joti. Maj komën ke freni e pas se komandë. Het shumë bukur. Drejtoj ti monin, hec boll, mos e drejto më nga unë se do i bish ty, inshallah s'po i bish ty. Jo. Hajde, stop. Ashtu? Ha. Ta kthej më timonin. Si që? Ec se je super. Edhe i çik visi. Ina të kthej to. Maj krejt preme. Majde atës, e që pa, stop tu. Mos e shpejtë Sara, eci çik më avash. Ja, majtas djatas. Nga unë, hec, kthej fort liro. Drejt. Drejt jam tu ec. Hec, prit. Merë këthesën 100%, bravo. Edhe pak stop, prej, stop, edhe pak. Prej djatas komplet, indietro. Jo shumë, Në vërë kot në mbregu jena. Bravo! Cëlligim, vazhdo, katërdol, stop. Drejtoj timonin. Bravo, hec, drejt, goma, drejt. Indietro, edhe pak. Arritëm. Edhe pak po. Të rëja. Edhe i herë. Edhe jeri indietro, stop, mbritëm. Komplet nga krau djatas që timonin. Opa. Ha. Pa, të e fix.